Ushtarët e pritën të zjarë me një entuziazëm të pamas, atë lajmë dhe ngritën në qiell si një punë fort të pëlqyer. Duke provuar me një ritëm të qëleshuar, sipas zakonit. Prandaj, pasi u mblodhën shpejt çadrat dhe plaçkat u vunë në radhë dhe gjithçka ishte gati, vetë Hamza me fytyrë të qeshur për të gjithë këto, se pati zor të anonte gjithashtu nga mendimi se fjala, duke mos mohuar se atë ditë dhe ndoshta vetën e nesërmen do të kishte për ta asnjë rrezik sulmi nga ana e Skënderbeut. Por megjithatë, në punën e luftës, kur edhe gabimi më i vogël kishte rëndësi fort të madhe, atij i pëlqenin planet më pak të guximshme dhe më pak të rrezikshme. Prandaj ai e këshillonte Pashën që të vepronte në këtë rast me rregullin dhe urtësinë më të madhe, me qëllim që plaçka e pavlerë të mos i shkaktonte pikëllime atij dhe shokëve të tij për shkak të lakmisë së pamas të ushtarëve. Asnjë nga këto këshilla s'u la mbas dore, kështu radhët e ushtrisë u ndanë dhe u mendosën si jo më mirë, dhe në bazë të udhërdit të prerës që askush pa lejen e kapetanit të mos ndëronte radhën e vendit të caktuar. Qoftë edhe sikur gjithë begatia e periotit të shtrohej ndërkëmbë, nga ana tjetër ai zotoi se kur të vinte koha, kish për t'u falur atyre me gjithë shef një sasi fort të madhe plaçke dhe sendesh të tjera armiqve, të cilët do t'u ishin të vlefshme. Ushtarët nuk thanë jo atëherë. Për këtij urdhri ata i u mbajtën. Vetëm gjersa sendet që u ndaloheshin si kishin ndërsy, përkundrazi, kur i patën ndërsy, atëherë s'mundën t'i frenonin duart e veta të pangopura. Megjithatë, Pasha, përpara se flamët të lëviznin nga vendi dhe radhët e ushtrisë të fillonin të ecnin, u bëri lutje perëndive që të nxirrnin kadhimtarin mbi krenarinë e periote dhe t'i falnin triumfet dhe shkëlqimin e fitoreve që për sa vjet me radhë kish patur Skënderbeu. Pastaj thiri Hamzën, i cili po merri me njerëzit e vet, dhe pasi e lavdroi para të gjithëve me fjalë fort të bukura. Pori që të përshëndetej me britë mushtarake, sipas zakonit mbretëror. Mbreti e pirit, ndërsa kundër Skënderbeut, s'la mallkim pa nxjerr nga goja, por më kot. Lipçi e priti këtë ugur si të mbar, prandaj tërqef e gëzim. Të gjithë këto filloi të vepronte tani edhe më me zell, dhe të kërkonte të fitonte edhe më shumë me fjalë me vepra simpatinë e turmës. Në këto e sipër, flamët u nisën me një pjesë të stermeve përpara dhe me tjetrën mbrapa. Përpara tyre ishin dërguar zbulonjës me të 4 anët në fillim. Ata u drejtuan me Hamzën në krye për në atë krahë e pirit, e cila ndodhet në lindje të kryes dhe mban në atë të krejnë 80.000 hapa prej saj, sepse ajo ishte më i shkret në bura. Dhe prandaj shikoi si më e preferuar dhe më përshtatur plaçk. Veç kësaj, këto forca shpresonin që kur t'u afroheshin Talgadal, urrejve të shtinin në dorë, po t'u jepi rasti edhe qyteti. Megjithatë, ata dita të banin një udhëtim shumë të shkurtër, në kohën që po pushonte vapa e të meruar, pa gjetur në fush asgjë si shpërblim të një mundi aq të vogël. Kështu po ndishti shkretuar i gjithi dhe vetmi ashtria i kudo e paam. Kjo gjëja bënte edhe më të madhe frikën dhe dyshimin barbarit, i cili i trembej tani edhe më tepër mendjes së hollë dhe pritave të Skënderbeut. Veç kësaj, këtë njeri që ja kish fort qefi lavdi, e mërziste edhe puna se kur Skënderbeu, qoftë duke mos i dal kundra përpara, qoftë duke u tallur me shmangjet e veta të paprera, të mos i jepte mundësinë për të ndeshur, do t'i duhej të kthehej në Konstantinopol, krejt pa lavdi, sepse as për plaçk, e cila çmohet zakonisht si një pjesë e fitorës, s'po i paraqitej kundër rasti, as për të kërkuar ndonjë lavdi, në anë sulmi qytetish, s'kish mënyrë, pa shtërë në punë rrethimin me mjete ushtarak. Për më tepër, shkatrimi të mbillave, prerja e pemëve dhe djegja e fshatrave, e punë të tjera të këtij lloji liheshin zakonisht për rastin e fundit të morisë, sepse këto tregojnë më tepër në farfurie dhe tërbimi, sa ndonjë shpagim dobi prurës, por ndoshta ata u përmbajtën për pak kohë nga një egërsi e tillë në rast të parë, sepse nuk e di se ç'shpresin bante,
po të përlesheshin, mund të jepnin në fund luftës me Skënderben dhe t'ia shkëputnin atij nga duart e gjithë krahinë. I ai që po përhapej tani me shumë vende e paksimin e rezervave të diellit, i cili ishte duke perënduar, i shfilluar ku apërtërinte ushtarëve gjymtyrët e trupit të lodhur nga rruga dhe nga vapa dhe të raskapitur nga djersa pa mbari. Nga shkaku i kësaj mundësie për të marrë frymë, ata po e shpejtonin udhëtimin dhe po marshonin më me gatishmëri, kur pasha i trembur të bënte këmbë më tutje nga nata që po afrohej, dhe urdhër të qëndronin dhe si të dërgoj më parë Hamzan, bashkë me disa kalorës për të këshyrë vendin, dhe ishte i përshtatur, u ngjit bashkë me një pjesë të forcave, në një kodër fare afër, që urinte aty mbi krye në anë të vet. Pjesa tjetër zuri vend në lugin poshtë dhe gjetë, kish mundësi për më tepër siguri, ndërsa në fushat e hapura dhe në majat e malave fqinje, vendosën me kujdesin më të madh roje, sidomos nga ajo anë nga e cila i trembeshin rrezikut prej Lisos. Kështu, si kaloi atje ajo natë të nesërmen, vendosën njerëz të gjithë që të shkonin në mat. Një palë bëjnë fjalë këtu për disa buq nga tanët, se u zun robër dhe ishin të rrezikuar të zhdukeshin në kohën që po zbrisnin, të shkujdesur nga pyjet fqinje dhe se të shtrënguar nga frika e vdekjes dhe ndeshkimeve, u zbuluan armiqve shumë plane të Skënderbenit. Në të vërtetë, janë disa male e periote aq të veshura dhe aq të vështira për t'u afruar, saqë banorët besojnë se janë më të siguruar, po thuaj atje se sa në qytet, më të fortifikuar, dhe prandaj nuk i lënë të shkreta ato vende në asnjë rast, sado i madh që të jetë rreziku i armëve. Ata shtojnë edhe këtë se po atë natë shkuan për tek Skënderbeu, disa të aratisur dhe se u kapën nga disa roje tona. Kjo morën për zbulonjës dhe u vranë në pasigurinë e natës. Se shpëtoi vetëm njëri rastisht dhe se u largua tek Skënderbeu, i cili po bëhej gati për mundin e së nesërme, se prej këtij ai mos sori shumë gjëra, dhe se ky u bë iniciatori dhe ndihmës kryesor në fitoren e tanëve, erdhi me njëri pas kësaj.